23 prill 2026 jemi këtu drejt për drejt në 102.2 apo Radio Plus.fm. Për ndryshe sot është dita ndërkombëtare e librit edhe të drejtave autoriale. Për atë arsye sot në studio kemi një figurë shumë të veçantë, një njerëz që ka jetuar historinë dhe jove që ka lezu. Po flasim për Fehmi Berishën, ish i burgosur politik për organizimin e demonstratave të vitit 1981 të mbajtura në Besian. Mirëpo poet, veprimtar dhe një prej pjesëmarrësve në ngjarje shumë të rëndësishme për vendin tonë. Sot do ta dëgjojmë historinë nga afër edhe dashurinë e tij për poezitë. Zotri Berisha, mirë se ke ardhur. Mirë se kam gjetë, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Na e vlerësojmë kështu shumë punët që e ke bërë dhe kontributet që e ke jap për kombin tonë. Mirë po du me ditë nëse kthehemi në fillimet e tua, si një djalë i ri në Besian. Çka të ka shtyr më shumë te letërsia, çka të ka shtyr me dashka të shumë poezinë? Po, besoj si gjithë krijuesit edhe unë si nxënës atje në shkollë dhe në fillore, atëherë kanë qenë fillimet pak a shumë për ne shqiptarët, me që një periudhë më herët kemi qenë shumë të shtypur. Erdhi me vitet e 70-ta autonomia Kosovës, një liri më e madhe për ne shqiptarët dhe atëherë filluan edhe mësimdhënësit e ndjenin veten më lirë dhe me ato organizimet e orëve letrare sen. Po e cek më shumë në shkollën e mesme në gjimnaz Budujevës ka qenë grupi letrar, ku edhe unë u bana antarje ati grupi dhe ashtu si kolegë, si shok, me arsimtar tonë, me sugjerime ty, ne fillum nga pak që thurim vargje, dikush në prozë, dikush në poezi sen, dhe ato kanë qenë fillimet e para kur unë kam fillu të krijoj, them, diçka, përpiqem të krijoj. Mirë, po dashnia ka fillu qysh herët. Po. Ai ka pasur kështu pjesë tjetër sonde shumë herët. Ka qenë një emision asa kohë mbaj mend, kush e qëllon fiton ashtu diçka, jo emnin e kam, qëlloja kush jam. Ashtë mu kujtu drejt për drejt, edhe aty gazetari po thuj se emnin nuk e përmente, po t'jepte me kuptu edhe ti duhet t'a gjeje kush e ka shkru një liber. Po. Edhe nëse e qëllon t'jamnin edhe e dërgon në Radio Prishtinë, ata si dhurot t'a qënin një liber. Edhe që ty ka fillue, motra i me para unë me te, motra e madhe, edhe aty i fituam ne një 5-6 libra. Ajo ka qenë krejt fillimi për me ble liber që s'ka qenë liber shkollor, jashtë aty në domosdoshmeve, ndoshta edhe aty ka qenë fija e parë dashuria për librin me lexue, diçka jashtë literaturës obligative shkollore. Kështu që ashtu janë ato fillet e para dhe më kujtohet si sot që librin e parë nga Radio Prishtina, emnin e kam qëlloja kush jam, ka qenë libri Hajdi. Një libri i autorit gjerman i përkthyer në shqip që e kam edhe sot. Hala e ki të koleksionu me kështu libra që i ke pas prej fëmijës? Originalin që e kam fitu jo, se e ka djeg lufta, po e kam gjithë. Po, normal. Se dhe e kam blese, është një libër shumë mirë që është edhe i filmu, e kështu. Kështu e përmendet që edhe kur ke qenë në shkollën e mesme, keni fillu me shkrujt, edhe tamën me kriju diçka. Krimtaria ka nisë prej shkollës mesme, prej sa vjeç, 14-15 vjeç. Ashtu diçka. A e mban mend poezinë e parë që e ke shkrujt? Edhe që t'ka pëlqyja, ke tregu familjarve, se motrës, se... E shiko, rinia kur fillon me kriju, ose ajo mosh gjithsesi, besoj pa përjashtim është kjo, e kërkojnë që t'ja rfejnë dikuj, ta kenë një ndëgjues. Se s'po them lexues tash, kur është ajo një dërshkrim, po e don një rfem ose një ndëgjues që një farë edhe t'i rfehet ati, po edhe një farë konsultimi që a kom arrit me po diçka, a kom kriju diçka, po jo, sot e kam të vështirë ta kujtoj poezinë e parë për arsye se u bën veç pothuaj se më shumë se 50 vite dhe kam pasur mbase disa dorëshkrime të asaj periudhe. Mirë po erdhi lufta, u dogje në shtëpi, u dogje gjithçka brenda çka kishte, kështu që jo nuk e kujtoj atje poezinë e parë, po e kujtoj poezinë e parë që e kam kriju në burgun e Beogradit. Po, edhe këto kështu e përmend se keni kriju edhe në kushte shumë të vështira. Keni kriju krimtarinë, keni shumë moti edhe normalisht që
në burgun e Beogradit, se në Prishtinë nuk e kemi pas atë mundësi sa ishim ata 8 muajt e parë, për arsye se aty s'kishim as laps as letër. Atje pastaj pas shqiptimit dënimeve ishin tira rrethona dhe kishe drejt që të kishe libra, të merrshe nga shtëpia, lapsa, letra, kështu që edhe aty filluam ashtu disa shok. Filluam që krijojmë, të lexojmë dhe mirë, po ishte një e keqe që edhe aty ai racioni policor 2-3 muaj ti ose merr shënime nga leximet e ndryshme që ty dukej që do të nevojiten një periudhë kohore ose krijoje diçka në ato rrethona, po vinin pas 2-3 muajve ti merrnin të gjitha. Gjithmonë duke të premtuar se ne i lexojmë, shohim çka ka dhe ti kthejmë, po kur s'ka ndodhur që ti kthejmë. Kështu që edhe hoqëm dorë nga. A ka ndonjë poezi që e ke dashur kështu shumë, edhe mandej edhe nëse s'ti kanë kthyr mbrapsht ato poezi e ke mbajt mend edhe ki në librat e tua diku? Kom arrit shumë të nxisht që ti nxjerr 10-12 poezi prej burgut, kur vishin në vizitë. Tash që ti marr edhe i shkruanim në ato letrat, më falnit, në shprehjet toaletit, me shkronja aq timta, edhe e boja kështu, një letër shumë vogël edhe fusja që këtu. Dhe tash kur ja japja dorën familjarit që vinte në vizitë, nga se këtu nuk duket, se përndryshe ata të kontrollojnë edhe janë prezent kur ti e ke vizitën, që të përcjellin çdo sen edhe të përcjellin edhe biseden. Se ne kemi pas ndalum që diskutojmë jashtë rrethit familjar, s'ke guxuti të flasish, të pyesish për gjona politike ose diçka, thjesht për familjen që sheni, si jeni, si shkoni, edhe se po dole jashtë asaj teme, ata të ndërpresin vizitën edhe normal. Edhe do me thonë praninë e gardianëve, rojeve të burgut, të unë e fësja këtu, e vllai Jusufi që po mishtër me i marë. Edhe kur jepja dorën, ta këndore e nxjerr. Ato 10 poezi kam nxjerr që 2 prej tyre i kam dupotuara në librin në përmbledhjen e parë të poezive. Vala Solli Nimf, dhe ajo është poezia që edhe sot mua më pëlqen, ndoshta më shumë ti për kritikave mirë u pafshim në. E pse aty përpiqem ta përshkruaj mallin e nanës, dhimbjen e nanës për fëmijën ose djalin, vajzën që e ka në burg, edhe ato vizita tash në ato rrugtimet gjata nga Kosova, qoftë në Beograd ose Požarevc ose në burgje tjera jugoslave, me ato maltretime, tortura që janë bë. U e them shumë sinqerisht që më të maltretuara kanë qenë familjet tona se sa vetë ne. E keni parasysh që një tren ka ardhur nga fush Kosova, nga njerë ka qenë i plot që s'ke pas vend të ulesh. Në anën tjetër, ato rrethonat politike që u krijuan pas demonstratave të vitit 81, ajo frymë keqe anti-shqiptare, si janë shikue prind ton gjatë rrugtimeve sen, po edhe nona si non, si shpirt, si mall, si qenje njerëzore, me sa dashuri e ka prit nisjen e trenit. Ose unë atje si ai që e kam prit tash familjen që të vi, me çfarë ndjenjash e kam prit nonën, edhe aty unë pak përmes figuracionit gjej që i kam numëruar edhe të sjellun atë rrodhve të trenit derisa vije treni, e mallkoj në një farë mënyre ta shëndarjen se vizita zgjat 30 minuta dhe ne duhet patjetër të ndahemi, edhe pak edhe nonën tjetër, krenaria nonës, edhe ajo që do të shihemi në një ditë, do të vini ditë e bardhë për ne. Kjo është ajo pak a shumë poezia. 10 vite kanë qenë borg, apo? Po. 15 vite në total dënim. Po. A kanë qenë shpesh këto vizitat që edhe ty ndoshta më të shty me kriju diçka tjetër? Po, gjithsesi, shiko, krijuesi duhet të jetë një vrojtues i mirë. Para zgjethash vjen vrojtimi, kondi nga ti i sheh gjërat, i vështron, po edhe nga ajo, ai kondi tjetër që si i ndjen ti ato, edhe gjitha ato ti tash përpiqesh përmes artit edhe mjeteve që i ka artit, ti paraqesish dhe ti shpërfaqësh edhe të përcjellsh
deri te lexuesi krijimin që e ke bërë. Gjithmonë e kom adhuru këto që e shihni si mënyrë të ngjarjeve t'juaja të historisë t'juaj me shkrujt, me lënë dokumentacione trashëgimi për nipat për mesat, me lexuar dhe me kuptu se çfarë hapash ke bote deri te shkrimi i poezisë. Kur e përmende në Borg ke mujt me nxjerr 10 deri në 12 poezi. Tash i ke në total 6 libra. Po, kam vazhdu për Burgu se shif. Ndoshta ne jo vetëm unë, gjithë kolegë, gjithë shokët, ne kemi lexuar ndoshta pak më shumë se sa ka mundësi njeriu jashtë Burgut që të lexoj, për arsye se aty e i mbyllur gjithmonë një dhomë, nuk ke televizion, nuk ke radio, nuk ke nuk ke çka të bësh. Kështu që ajo vetvetiu ty të shtyn që të lexosh më shumë, për arsye se duhet ta kalosh kohën, që ti koha më shumë, ne jemi marrë më shumë me librin, kështu që edhe ai ndikim tash, mund të them unë që nuk, se çdo njeri, çdo krijues ndikohet prej një gjenerate të mëhershme, prej një letërsie më të vjetër, edhe nga letërsia botërore, edhe nga letërsia shqiptare, ka aty ndikime të ndryshme, po edhe vetë jeta të bën, edhe ajo është ajo e gjitha që të shtyn ty që të bësh diçka, edhe në tjetër unë e kam studiuar letërsinë dhe gjuhën shqipe, se kur më kanë burgos, më kam qenë student i vitit 3, e pastaj u ndërprerën edhe i kam vazhdu pas. A ka më mirë se me pas edhe profesion edhe hobi, edhe pasion. Po. E është shumë e mirë se e vazhdon edhe më sot, apo? Po. Edhe sot shkruan, kështu kur e ke vazhdimsi diçka, kur shoh diçka, kur më prek diçka, ose përpiqem që ta shndroj në vargje, në poezi. A mendon që vlerësohet mjaftueshëm ky art? Është vështirë ta them sot, për arsye se me digitalizimin edhe me këto rrjetet sociale, mu po më duket ashtu që pak a shumë nuk ka më shumë interesim për librin sa ka pas ndoshta në brezin tonë. Mendoj unë, nuk e di sa është e saktë ky konstatim, se bëj ndoj analizë, po më duket që nuk është më interesimi qysh ka qenë më herët i gjeneratave të mëhershme, ndoshta vetë koha ka shti këto mjetet teknologjike bashkohore kanë ndikuar që njerëzit në rrjetet sociale orientohen në disa gjëra tjera, në shkresat shkurta, sen arti. Edhe po impresionuan më vështirë kështu. Arti ka rap. Ka rap, po do të ndroj koha. Se ne ke parasysh, ne jemi shtet veç 20 vite. Po ta marrim Persin, për shembull, 4000 vite shtet, ose Greqia antike, ose shtetet stabile, po edhe këto perëndimore që janë stabilizuar, ose me Rezvitrën ti ka 1000 vite gati shtet, e 800 vite pavarësi, kështu që ne është shumë e vështirë, ne kemi arrit shumë, se është e vështirë me përcjellat hapti. Po, normal. Ne duhet me qenë të kënaqur që nga periudha se si kemi jetue pa shtet deri në vitin 1912, megjithatë, nëse krahason letërsinë tonë të asaj periudhe, nuk mbeten mrapa krijues, edhe pse nuk kanë pas shtet, nëse i marrim Jeronim Deradën dhe kolegët e tij të Evropës perëndimore, edhe i lexojmë, jo se kanë ndoj dallim të madh, do të thonë jemi në atë nivel. Po shpresoj që kam u vlerësuar dhe kemi më u kthy te librat krejt. Besoj që kam shpresë edhe unë. Se libri të marrë me vete është ndryshe. Ajo është një hap që ne duhet ta përcjellim, përpiqemi ta përcjellim, edhe është një identitet. Normal. Kështu që kam edhe unë atë shpresë që një brez i ardhshëm ngopen me diçka tjetër, i kthehen. Çka e kishe këshillu dikon që don me fillu me u marrë me letërsi edhe me shkrime? Ndoshta nuk e kanë atë motivin shumë se të përpiqen të jenë sa më real në krijimet e tyre, edhe gjithsesi të përpiqen të qëndrojnë tabanin kombëtar, të mos dalin shumë jashtë kornizave traditës shqiptare, zakoneve, dokeve, gjuhës, për arsye se ne jemi dëshmitar që sot pak me globalizmin ka vërshu pak edhe të ne ndikimi botnor, e në veçanti anglishtja, që për mendimin tim
është pak një thurje e jo se ka mendime që ajo është një pasuri, po për mua nuk është pasuri, se anglishtja ka sill një lloj përzierje të gjuhës shqipe, të identitetit ton edhe të modernizmit në thojza gjuhës angleze, kështu që ua kisha këshillue, nuk tham që të bëhemi purist, mirë po gjuhën përpiqemi ta ruajmë, me aq sa ka mundësi, aty ku kemi shprehje në gjuhën tonë, nuk kemi nevojë të shprehemi edhe ju duket call, se po flet në gjuhë të huaj, gjuhë angleze, e ta mësojnë gjuhën e huaj mirë, po ruaje tonën, se gjuha është identitet. Normal. Vetë identitet. Pajtona plotësisht. Shka e krijon ato shtrirja gjeografike, ekonomia, ama gjuha është ajo shtylla kurrizore. E tash mu po më duket që paka shumë jemi të sulmuar ne nga kjo, se ne jemi popull i vogël, jemi komb i vogël, edhe në këto rrethona me një ekonomi top që jemi, ne rrezikohemi, se ti një gjuhë me tradit, një gjuhë shumë të stabilizume, nuk rrezikohet anglisht. Normal. Shqipja rrezikohet. Kështu që ma tepër brezi i ri të orientohet që ta gjej frymëzimin te traditat, te zakonet, te gjuha shqipe, te historia jonë, edhe le të krijojnë se kemi një trashëgimi të madhe. Unë e përmena Jeronim Derodin, po e shtoj me refishte Naimin Mjeden, që ka qenë një poet aq modern edhe aq pedant, sa ta e kanë lënë një trashëgimi të madhe. Le të jetë frymëzim ajo periudhë, nuk them unë që të shkputesh ti totalisht izolohesh nga trendi botnor, mirë po, nëse qësoj ne jashtojmë rrezikimin nga globalizmi, po bëhemi pak fluturak, se duket vetja që je pak ma nëse ti orientohesh ka Evropa në veçanti perëndimore. Po këtu ne kemi edhe një rrezik tjetër. E shihni sa po ndikon negativisht islamizmi politik, jo besimi fetar. Po njerëzit brezi i ri nuk po ka aftësi me ndo besimin e mirëfillt edhe besimin ideologjik politik që i ka ndikimet e veta, dhe kam frikë që kur këto dyja, globalizmi po edhe islamizmi politik, nuk kem ne kurriz që ti durojmë krejt këto, dhe nëse ne athyjnë ato kurrizin, ne do të bëhemi handicap, dhe si handicap ne s'kem për të mundur me njek hapin e krijimtarisë dhe e kombeve që janë stabil, edhe të ecim në hap me ta. Kështu që duhet aty të kihet shumë kujdes, edhe njerë po e cik, s'jam purist, po ku kemi mundësi të shprehemi në gjuhën tonë, ta bëjmë. Shpravu. Ja mendoj unë. Zotri Berisha ka qenë shumë intervistë e mirë, edhe unë u kënaqja ke fol shumë bukur, mirë po për fond po duam me ditë si ki qef ti me të njoftë edhe brezat e rinjt. Jo si figurë publike, mirë po edhe si njeri, si krijimtar. E zërshme me thonë, më duhet ti me i kësaj pyetje pak me boni një shmangje shi. Unë kam dëshirë, jo mu si emen si femi, po kam dëshirë që brezin, krejt brezin tonë po e shquj, po e marat të asaj periudhe kohore, që të në mbajnë men si një brez që kemi jetu në pushte shumë më të vështira dhe më të rënda se sa që jetoni ju sot, në ato katrahura që i ka sill okupatori shekullor, njëherë Turqia, pastaj Serbia, edhe me gjithat, ne jemi përpjek me bo diqka, jemi përpjek me ju përgjegjë zërit të dheut me dhonë diqka. Aq sa kemi ditë edhe aq sa kemi mund, se nuk jemi edhe ne perfekt as pa gabime, edhe ne gjatë rrugtimit ton kemi mujt me gabue, po aq sa kemi ditë edhe sa kemi mund, jemi përpjek me dhonë diqka për atë dheun, edhe thjesht me rujt identitetin ton, gjuhën, zakonet, traditat, edhe me çliru vendin ton. Fatbarësisht, derisa erdhi te lufta, doli ajo, fillimisht ato lëvizjet e viteve 68, 81, pastaj sa ato ishin hapi i parë i UÇK-s. Ndoshta pa
të them tash ne kemi qenë të vogël krahasu me pushtuesin edhe në numër edhe në armatim edhe në teknologji, po kjo është sikur ajo se sot pak a shumë po fyhet u QK-ja. Të merre me vesh, është të mërshme, është të dhimbshme kjo që ndodh se po e marrim një krahasim. Autobusi u thon për po dy e Prishtinë. Nëse është krejt qetë, nuk rrehet kërkush nuk qohet me do. Se s'ka nevojë, jemi ulur, dhe jemi në qetë. Po nëse dikush ngatrohet në autobus, patjetër dikush do të qohet aty që ti ndaj ata. Kështu ishte edhe kjo kohë. U dash të krijohet një diçka për të na ndihmuar dikush edhe që sot jemi të lirë, po të mirë me vesh. Nuk e kemi kryer punën këtë. Ne jemi në gjysmë të rrugës. Se ne për të arrujt identitetin edhe për të forcuar në gjitha fushat, edhe në arsim, edhe në krimtari, edhe në shkencë, edhe në teknik, ne duhet bëhemi bashkë. Kur të bashkohen trojet shqiptare, ku buke si thuhet buke dhe ujë, kemi kryer detyrën. Atëherë kemi ndërtu shtëpinë, cilën duhet përpiqemi ta mbajmë gjitha fushat. E dim në rastin është një Vlada Gjorgjević, që ka pas shkruar një libër dikur moti edhe i quhen shqiptarët nuk kanë letërsi, nuk kanë art, nuk kanë poezi, nuk kanë këte, edhe për disa gjona ka pas drejt, po ai shkoi në ekstrem se i quajti shqiptar që ata janë me bisht, edhe rrinë në përdryj kacavarën, dhe është një takim atje më duket në Itali ka qenë kur kanë marrë pjesë ndoshta pe Evropë, Ballkanit njerëz, shumë të shkencës, të artit, kulturës, edhe gjithë ulen poshtë, fishta lavdi ati, nuk ulet rënë kom. Edhe tash ai paneli atje i thot dikush, zotëri, thot uluni, jo thot nuk mund t'ulem. E pse ai mendon që është karrika e prisht ose diçka, thot jo nuk mund t'ulem se ky kolegu këtu thot ma kanë gjit bishtin, e s'kom ku ta lo bishtin. Edhe e obligon atë që ta ul kokën edhe del jashtë. Kjo është një madhështi se fishta ka qenë genial. Ka ditë ku në momentin e duhur, atë duhurën e ka thonë edhe kjo. E tesh ne jemi përpjek, kemi krijuar një bazament të mirë që duhet shkoj përpara, po e shihni që mirërisht edhe Shqipëria dhe ne pak po investohet në kulturë, pak po investohet në art. Pse thu këtë? Jemi dëshmitar, ne s'kemi mjete materiale, ose nështë edhe kemi, po, se diqysh po ana shkalohen, këto qeverit tona po merren me gjona pak të kota, 70 filma i ka bo Serbia kundër neve. Veç prej mbarimit luftës. Ne se kemi bo asnjë. Këtu duhet të investohet të brezi ri në gjitha fushat, se arti është një diçka që ty të paraqet para botës. Dhe ka fuqinë e vet që pa tjetër ngacmon gjithë Evropën, se lutem shumë brezi yt. Sot, ata e shohin një film, ata kanë lind mas luftës të Kosovës edhe nuk mendojnë ato gjithë qysh ne për neve. Po, normal. Ajo sheh programin televiziv, aty e sheh një film. Atë film të Serbisë qysh na shëmton neve Serbia, qysh kanë ditë këta me bo. Në vazhdimsi, aja atë e sheh edhe çka qenë ka ky popull kështu. Po ti tash me qenë në nivel duhur, ne do ta krijonim tonin. Edhe ai filmi joni tash ai brezi zvitran ose gjerman italian ai e sheh tash vlerën tonë që si jemi ata që na kanë portretizuar të tjerë. Kjo është ajo që mos kaloj prej temës. Faleminderit shumë për intervistën e sotme, ka qenë intervistë shumë e mirë. Edhe unë u kënaqa shumë. Faleminderit që më keni dhënë mundësinë, edhe u uroj juve punë të mbarë, edhe vazhdojmë kështu me programe për kulturën. Faleminderit. Se politika po m'duket na kalodh. Po valla. Jemi lodhë dhe na. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Ju do gjusë Radio Plusit, vazhdojnë t'jeni me ne, po shkona me një blog të shkurt marketingut dhe rikthehemi përsëri në studio.